Policipe zhvillimet sot para parlamentit apo aksionin politik të protestës para parlamentit. Si e lexove? Atëherë unë isha sot, siç isha dhe të njëjtën e kaluar dhe çdo natë në protest. Ndryshimi domethënë nga hentja e kaluar e protestës kishte një pjesëmarrje shumë më të madhe. Nuk duket në ekranet e medias kastës përgjithsisht, sepse në fakt edhe vetë protesta ishte më e organizuar këtë radhë dhe ishte shpërndarë në pjesë të ndryshme. Në gjitha pikat, Në gjitha pikat, sepse çfarë ndodhi? Ndodhi domethënë që rrethimi, pavarësisht se të njëjtën e kaluar e kishin bërë rrethimin normalisht policia si objekt strategjik parlamentin mund ta marrë në mbrojtje deri te gardi, por sot ishte një shtetërrethim, domethënë kishin bllokuar, nuk kaloje dot për shembull që nga ura e lanës tek ura e tabakëve, nuk kaloje dot deri tek cepi tek Toptani, e gjithë pedonalja deri te Ministria e Brendshme e bllokuar, forca të jashtëzakonshme policie, kështu që u detyruan që të protestuesit dhe të ndashin dhe të bënin marshim 2-3 herë tek bulevardi, ranë urës së lanës, dilnin te xhamia. Dhe ndërkohë që policët i ndiqnin nga mbrapa i shoqëronin numra të shumë policie. Pati të ndaluar pa asnjë lidhje Arben Kolën, atë avokatin Gencin, i cili duket shefi komisariatit numër 1 ka personale, sepse ky është autori i videos që ka kur hidhet veza e famshme, në qoftë e ke parasysh, domethënë shefit komisariatit, dhe nuk po lirohet, të paktën deri vonë nuk ishte liruar, Arben Kola u lirua, ka patur edhe të dëmtuar, ka patur dhe provokime nga policia pa shkak, sepse protesta vazhdon të jetë paqësore, madje sot janë përdor gati 0 vezë, sepse kontakti vizual me deputetët u bëi pamundur nga që rrethimi ishte shumë i madh. Dhe kjo ishte situata. Po pse te parlamenti, Poli? Pse te parlamenti, sepse dëgjoj, në fakt thelbi i protestës është ky parlament, në kuptimin e delegitimitetit të këtij parlamenti. Kur flitet për një kast edhe për një sistem, në fakt ai mishërimin e ka pikërisht tek ata deputet, tek ai parlament i nxjerr jo nga populli, jo nga përfaqësimi, po i nxjerr nga xhepat e kryetarëve, nga një ligj zgjedhor, nga një kushtetutë e ndryshuar në 2008, e cila e ka kthyer atë parlament thjesht në noter të kastave oligarkike, politike dhe të krimit, madje kemi parë dhe ligje të dedikuara, kështu që protesta është aq e ndërgjegjshme saqë e di shumë mirë që shënjesër kryesore është parlamenti. Në kuptimin e asaj të saj që ka seanca, aq herë do jenë atje. Ndërkohë që duhet të ishte mbyllur sipas kalendarit, sot u bë një seancë tjetër, nuk e mbyllur sot, po se është me 2 pjesë. Duket që Edi Rama në momentet e fundit, pas shkrimit të para 3 jave të një media të madhe holandeze, ja rova emrin asaj, si e ka paga, dhe të Bloombergut, që rrezikonte shumë Shqipëria për mos zbatimin e 2.5% që është dyshemeja. Në fakt e të çoi me një akt vendim qeverie, por dhe lojen ja kanë kuptuar, sepse tek buxheti për ushtrinë ai fut dhe emergjencat, sjarfikset, pagesa, gjëra të tjera, ndërkohë që shtetet për pagesën për NATO. Për NATO, po. Shtetet e Bashkuara janë shumë të qarta që e duan me investim 5%. Po dhe atë që e ke deri në 3% për shembull, që ka shtetet duan me investim ushtarak, që ne jemi shumë brapa, jo thjesht me. Kështu që Edi Rama ka bërë një lëvizje tjetër në situatën e vështirë që është, ka kërkuar, ka marrë një hua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo për cilën pati përplasje sot në parlament, ka marrë një hua rreth $320 milion, i cili është e gjitha hua për armatim të ushtrisë, për armatim,
jo për tjetër gjë. Ajo që mori Agronsheja që i që quajtën si sekrete, sepse e futi me të përshpejtuar dhe opozita kërkoi që të diskutojë në parlament, sipas kushtetutës së tjera, ata thanë vetëm të votohet. Ishte një situatë që e nxori prapë Sali Berisha në situatë më kujtoi bordin e paqes, por këtu nuk e votoi, doli. Sepse sa herë Edi Rama, sa herë që ju nxjerr si lojtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos shërbanë e Donald Trumpit, Berisha kompleksohet. E kupton, thot jemi pro, po Edi Rama është i keq, po e përdor për veten e tij, është i lik. Domethënë, por ne jemi. Kështu që kjo është me mosvotim. Si e pe sot? Shiko, unë mendoj që protesta para parlamentit të aksion të protestës i cili zhvillohet sa herë që ka një seancë plenare. Okej, po unë pak ndryshe nga Poli, dakord jam unë që parlamenti është burimi i të gjithave në Shqipërinë, një vend si Republikë Parlamentare, po ne dim që nuk është parlamenti ai vendimarrësi kryesor sot. Për fat keq, Shqipëria nuk është më Republikë Parlamentare, është kthyer në Republikë të kryeministrit Rama. Dhe këtë e dim ndoshta edhe në kohën e Berishës, kështu ka qenë, por Berisha nuk e ka pasur shumë këtë pushtet sa ka kryeministri. Kështu që të protestosh te parlamenti, meqense është kodi ligji nuk më duket shumë bindës. Ata protestën kryesore për mendimin tim duhet ta kishin te kryeministria dhe aty. Jo, aty e kanë ato. Kjo është aksion më vete. Kjo që po ndodh në parlament për mendimin tim është më thjesht, pra mund të krijosh një lloj kaosi për plasjen me policinë edhe me pak numra. Siç ishin numrat ditën janë më pak se sa numrat. Kjo se kanë me policinë fare ata. E kanë me deputet me veglat o me veglat. Me veglat e Ramës, dakord. Te Rama shkojnë ata natë për natë, po dhe veglat duhen shmontuar, duhen goditur me vezë, duhen injoruar. Kaq e thjesht është. Mirë, në rregull, po them që shkojnë në parlament se është më e thjeshtë për të protestuar se sa tek përpara kryeministisë ku do një angazhim më të madh në mbledhjen e po shkojnë dy herë ata, më shkojnë atje dhe atje. Po shkojnë, dakord. Do shkojnë në darkë, shkojnë në darkë ata, kështu që nuk e vën dyshim, po them pse shkojnë te parlamenti, sepse edhe aty për shembull për plasjet i kanë vetëm te parlamenti, nuk i kanë aty tek. Po është policia pra që i pengon, që i për. Në rregull. Atëherë, unë mendoj që protestat pavarësisht se i kanë rënë numrat kanë rënë ndjeshëm, por fakti që është e përditshme është një fitore për protestuesit, se nuk është kollaj. Unë ta kam thënë edhe më parë, doktori një javë nuk do ta mbante dot për ditë në këto nivele, jo më ta mbash mbi 50 ditë. 57 ditë, 50 ditë. Kështu që, por numrat kanë rënë, fryma është, ndërkohë ne ecim tek ato që janë zgjidhjet. Dhe kur vim te zgjidhjet, Rama ka propozuar një zgjidhje që lidhet me çështjen e Zvërnecit. Pra për herë të parë kryeministri gjatë fjalimit me deputetët e tij, por që ishte pjesa publike dhe ishte edhe për ne qytetarët e zakonshëm, pranoi ose bëri një hap pas për sa i përket Zvërnecit. Nuk është bëri një hap pas sepse nga një projekt që ishte i zbatueshëm me deo mos do, madje ju e keni marrë më në fjalën e kryeministrit, tha, ky do jetë projekti që do ta bëjë Europën, madje dhe më të bukur, nuk ka asnjë hap pas gjëra të natyre. Arritëm te gjua e kryeministrit, i cili u shpreh se do ta çojmë për një konsultim 90 ditor. Po, brenda këtij afati përfundojnë dëgjesat. Po, brenda 90 ditëve pastaj do shohim ja këtu nëse është fjalia, do shohim çfarë do bëjmë me Zvërnecin. Dhe ky është patjetër një hap pas. Pra nga një projekt i pa diskutueshëm, tani u kthye në një projekt të diskutueshëm. Do ta diskutojmë po. Pse janë 90 ditë? Për 90 ditë. Kjo mbetet për të diskutuar dhe për të kuptuar. Unë pyeta një deputet Partisë Socialiste, nuk sigurisht që ai s'kishte do të përgjigje, pse 90 ditë dhe jo 30 ditë për shembull, ose pse 60 ditë dhe jo pse 90 ditë dhe jo 60 ditë. Pra, ishin një tuf procedurë. Kjo është lëvizja e radhës së Ramës. Çështja e Besës për mua është një thjesht kamuflim për te ky moment kyç që lidhet me Zvërnecin. Sepse Zvërneci është si thosh burimi i asaj çfarë ka ndodhur me protestën. Zvërneci është. Dhe Zvërneci lidhet me dy emra të rëndësishëm, Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Dhe këtu pastaj lufta, prandaj Rama flet për ndërhyrje nga jashtë, sepse
me drejta i thot nuk kam parë në një vend si të vogël si Shqipëria që çdo gjë të shkruhet për këta dy individ. Pra, u soll Zvërneci si një nga temat më të rëndësishme globale. Madje edhe një kandidat për senator në Shtetet Bashkuara të Amerikës bënte fushat me çështjen e Zvërnecit. Por këtu kemi ngecur. Pra kryeministri është të regjur kryeministri Denis? Po thua me këtë nuk e di, apo jep shenja? Nëse ke fjalën për të regjin finale, këtë s'mund ta them. Po që ka ndryshuar. Por që ka ndryshuar. Po e tha vetë. Pra nga një ta thash, në projektin për diskutueshëm, kemi ardhur në një projekt të diskutueshëm. Do ta diskutojnë kjo, pastaj pjesa kush e diskuton, kjo është një pesmehiç, se ne e dim që këtu diskuton njëri. Thjesht Rama ka fituar kohë. Pra ka bërë një lëvizje për të fituar 90 ditë kohë. Ndaj vetes, kohë me veten. Ndoshta me veten, me protestuesit, me faktorë ndërkombëtar, nuk i dim, janë shumë vektorë që veprojnë në këtë situatë. Ja se do e diskutojmë. Kështu që kjo kohë që ka kërkuar kryeministri i jep atij mundësi, madje edhe atyre deputetëve vet i tha, lexojeni këtë dokumentin gjatë verës, mësim verë dhe pastaj në shtator, pra edhe pse ai e bëri qartë që ministri bujqësisë duhej shkarkuar, e tha hapur, sepse si ishte përgjigjur kërkesës së një qytetari. 3 vite dhe tha vetëm mbeti fjala shkarkim, gjithë mendonin që do vi shkarkimi, nuk e bëri. Pra Rama e ka kuptuar që nuk është zgjidhje ndryshimi i kabinetit, nuk i sjell asgjë. Dhe ai ka bërë këtë lëvizje, ka kërkuar, ka marrë kohë 90 ditë. Për çfarë do këtë kohë? Ka marrë kohë, kush e ka dhënë? Po pra, atëherë unë mendoj protestën ai po arrin ta menaxhoj për mendimin tim, pastaj këtu diskutojmë. Dhe 90 ditë afat lidhet për mua me faktorët ndërkombëtar që janë rëndësishëm në këtë protestë, nuk mund të jenë të pa jo relevant, siç mundojnë disa të theksojnë. Janë zgjedhjet në SBA pas 90 ditëve. Mund të jenë zgjedhjet në SBA, mund të jenë një lëvizje që nuk e dim. Pra, kjo është ajo që ne shohim sot. Afatin 90 ditor, kjo është lëvizja e kryeministit, nuk ka lëvizje tjetër. Jo, kjo është s'ka tjetër. Pra, ne jemi për 90 ditë thot do ta mendojnë 90 ditëshin ai e lidh me Zvërnecin. Dhe çfarë do, sepse tani nëse ti je i bindur që ky është projekti i dur, e para punës njerëz thua që s'ka projekt. Ku e diti që do vi projekti brenda 90 ditëve? Dhe këta që do konsultohen, mbi ç'projekt do konsultohen? Po. E kupton sa kaotik është kryeministri në këtë që thot, pra ajo nuk e vetmja gjë e sigurt e tij është që ai kërkon kohë. Dhe këtë kohë e ka gjetur nëpërmjet këtij mekanizmi siç është Besa për shembull, që nuk është thelbi. Po, dakor. Por si shikove këtë lëvizje? Kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, zoti Rama, nuk është kaotik, po është duke bërë rolin e budallajt. Duke bërë sikur nuk kupton se çfarë kërkohet, jo vetëm nga protesta, po tashmë edhe nga gjithë establishmenti ndërkombëtar mediatik. Dhe vazhdon t'i bjerë këmbanës, edhe sot e dëgjova, tha fjalë të mira për flamingot, sot prap e drodhi prap edhe tha janë armiq. Domethënë bëhet fjalë për një Besën e kisha për flamingot, për bulevardin e flamingot. Sot i quajti flamingot kaltroje. I quajti kaltroje. Nuk flet për flamingot. Po. Flamingot filloi prap me algoritmet, filloi me ndërhyrjet me iranianët bashkë me ministrin e jashtëm, çka kishin një aktivitet aty për këto disinformimin e çfarë ishte. Shpikin aktivitete vetëm që të dalë të flasë për protestën. Gjithë çështja është që po, filloi nga një protestë e vogël në Zvërnec, filloi për Zvërnecin, po dhe media ndërkombëtare u morën gjatë me Zvërnecin sepse ishte familja presidenciale atje brenda. Por nuk ka media të ka shumë kohë, dhe unë ta kam thënë dhe në emision e Kolur, por nuk ka media të madje dhe CNN-i që është gati armik me Trumpin, Farid Zakaria dje, i cili tha, filloi për Zvërnecin, tha, por është për korrupsionin. Është protestë kundër kastës së korruptuar, është kaq e thjeshtë, s'ka ku të shkojë. Dhe ky mund të nxjerrë gjithë farë llojesh, gjithë farë lloj bestrash, gjithë farë lloj ditësh për Zvërnecin, për këtë, për etj, dhe bën sikur se kupton që populli që është ngritur, dhe jo vetëm ai në shesh, por dhe gjithë gjendja mendore e shqiptarëve në diasporë dhe gjithë media ndërkombëtare, përveç medias shqiptare, në shumicën e saj, janë aq të kthjellët që kemi të bëjmë me një revolt
kundra një kaste politike 36 vjeçare, e cila ka maskuar demokracinë, tranzicionin dhe demokracinë si një zhvillim e tjerë, rotacionet si demokraci, si zgjedhje, dhe parlamentarizmi. Kanë qenë me bekime ndërkombëtare. Nuk më duhen mua shërët si ka rëndësie se ti je ishull i shkëputur. Po dakord, po kjo është shumë e rëndësishme. Po dakord, po tani nuk e dua më. Si se do më? Nuk do më faktorin ndërkombëtar. Jo. Se ata janë përcaktuar për mua prap. Ore, dëgjoj më dëgjoj. Kush ta bëri ty reformën drejtësi? Protesta do atë që do vet. Reformën drejtësi kush ta bëri? Po ndërkombëtarët më e nxitën. Pra kaq ju e nxitën, e bën, çan nxitën. Ore çrët si kam, dakord. Mos më futun po flisja për protestën çfarë duan shqiptarët. Po pra. Tani në raport me Besën, si po i qaset kryeministri. Po Besa ishte një idiotizëm që dhe vetë kuptoi sa i ngjiti dhe ju kthye edhe në bumerang. Në kuptimin, sepse kjo tregon nivelin, prandaj po them që po bën si idiot, tregon nivelin se ku ka rënë, sa është trashur ai si kryeministër. Sa që dhe deputetët atje shikoni si UFO se çfarë po bën me këtë broshurë, një broshurë me 5 faqe, që shkuj ma bet, kuj do t'ja japim Besën, kuj t'ja kemi marrë Besën, dhe ka filluar njerëzit si miku jon Denisi me konspiracione, Besa mund t'jetë për Izraelitët, mund t'jetë për Sorosin. Për Izraelit për Sorosin. Jo, nuk të ti. Po thash që aty doli lajmi që Rama përmendi 90 ditë kohë. Kjo nisi po kërkon kohë thash. Ky është lajm, nuk e shmang dot. Problemi është që kryeministrit protesta, në qoftë se ne do të flasim, do të analizojmë dhe deri para protestës nuk kërkonte kohë kryeministri. Po pra në rregull, pra ka evoluar, pra këto po të them, pra. Jo, ka bërë një hap pas. Thoshte deri në 2. Po jo s'ka bërë hap pas. Zëneci ka bërë hap pas. Tani, protesta, dëgjoj më zotri, protesta është këtu, është realitet. Tani ky thot 90 ditë kohë. Protesta nuk i ka dhënë kohë këtij dhe nuk i jep kohë. Po nuk e konsideron protestën ai si një vektor që mund të arrëzojë nga pushteti më. Nëse se Rama është i qartë për këtë. Dakord. Për Rama nuk është protesta burimi i rrezikut nga pushteti. Atëherë kalojmë te varianti B. 800.000 vota. Po, Soros dhe Korba ta s'kan ndërmend as. Po dakord. Me 800.000. Po nuk dua më të argumentoj këtë gjë, sepse protesta i thot ti këto 800.000 vota to vllai ke marrë me një sistem me rregulla loje etj. Tani është puna që po këto 800.000 vota janë certifikuar nga KQZ, nga OSB Odiri, pavarësisht nga mangësitë që kanë zirë në raport. Është reale kjo. Nuk e shmangun këtë. Po. Dhe nuk është se është dhe protesta e ndërgjegjshme për këtë. Që ky parlament është në pikpamjen legal. Është legal në pikpamjen e ke parasysh, por është pjesë e një sistemi që nxjerr, e ke parasysh. Se dhe në kohën e komunizmit, mos çdo gjë, tani dalim neve dhe themi kaq të burgosur politik, kaq të pushkatuar, me ligj beshin dhe ata valla. Dhe këta 800.000. Në kuptimin e legalitetit. Legalitetit, po patjetër më valla. Po patjetër, mo legal është dhe Irani, legal është dhe Korea e Veriut, brenda legalitetit të vet, të jurisdiksionit të vet që ka atje brenda. E qartë. Tash ne po flasim që ne si popull kemi kujtuar dhe kemi zgjedhur në 91-shin demokracinë. Valla. Nuk kemi zgjedhur legalitetin lojën, domethënë, që në parlament, që duhet të përfaqësuar populli shqiptar, 100 deputet i ketë Edi Rama me Sali Berishën nga xhepi, direkt kryetarët. Jo, valla, nuk kemi zgjedhur këtë. Kemi zgjedhur që deputetin ta zgjedh populli. Nuk kemi zgjedhur ne që në 2008-ën të heqësh referendumet de facto, pavarësisht se i kenë kushtetut dhe i kemë ligj dhe tani që të bësh një referendum, le ti mbledhësh 50.000 firma apo 100.000 firma, duhet ta çosh në parlament, duhet ta çosh në kushtetuese dhe thot referendumi i madh thot kërkon 50% të mbi 50% të votuesve. Po 50% të votuesve nuk i merr asnjë parti as Edi Rama, se ti votues ke 3 milion, 3.6. Po, ti ke 3.6 milion dhe të thot ty mblidh 1.8 ty për referendum, kurse ai vetë ri në pushtet me shumicën e pakicës. Me 800.000 janë pushtet. Po 800.000 i 3.6-ës është 30%. Jo 30, mos është më pak. Apo ja? Po pak jo 25%. Tani ti je në pushtet, thua kam shumicën me 25%. Popullit që ja jep ne dy kushtetutës i thua mblidh 50% të gjithë votuesve të bësh një referendum. Vlla, çliro referendumet aty. Çliro votën, çliro këto dhe kaq kërkohet. Tani të gjitha lojrat e tjera. Ai si bën këto, si do t'ja bësh ti?
Zoti bëj. Jam mirë me këtë, jam brenda ligjit me këtë që kam. As kam dëmën të vazhdoni deri në 2029 sepse e dëgjoj shpesh këtë se. Unë për shembull do ta pranoja. Asnjë o Poli, shikoj pak. Asnjë prej tyre s'më ka dhënë vot, me asnjë prej tyre s'kam kontratë dhe për asnjë prej tyre as për të tjerë. S'më ka shkruar asnjë ndërmend të prish kontratën me 800.000 shqiptar, ndër cilët edhe plot Flamingo. Po mashtrus 24 orësh mo. Fjala ime ishte për mësimet që mora nga Flamingo dhe drejtohet atyre. Ta hap fjalimin. Jo puplave të zeza. Po ti je gazetar tamam, dhe i pavarur, siç pretendon. Hap fjalimin e Besës dhe thot Flamingo thot janë votuesit dhe votuesit e mi. Po, është vërtet. Pra, pas 24 orësh thotë këtu më, ndër të cilët dhe plot Flamingo e ka dhe këtu. Është e vërtetë. 800.000 e thotë dhe këtu. Po, atëre pse Flamingo thot kanë 800.000 kur Flamingo ti ka kundër? Ja Iran 800. Po Siran, nuk e di ai, ku çon numri mi bë. Ai thot, shiko, unë nuk jam dakord. Ora ai vetë 800.000 kundra Flamingove. Nuk ka nevojë të hysh kaq detaje. Sepse që nga fjali e parë, asnjë prej tyre s'm ka dhënë votën. Ky s'është një motiv. Kryeministri duhet të mendon për gjithë, nuk mendon vetëm për ata që kanë votuar. Denis, kjo nuk është argumenti. Pyetja ime është kjo. Ecin te pyetja, të lutem. Prit. Pyetja ime ore nuk do Rama t'i japi këtë. Atë do të bëj. Tani mos. Atëre. Në qoftë nuk do Rama, protestës nuk i plas Rama se s'do Rama. Po mirë edhe Ramës nuk i plas për protestën. Bravo. Atëre vazhdoj një vend. Atëre vazhdoj më të tërë do vazhdoj. Atëre ky duhet merret me punët e shtetit të qeverisë. To ka një muaj që merret me protestën, 2 muaj vetëm me protestë. Tu ke të drejtë. Po si s'kam të drejtë valla. Tu te punë e qeverisë. Ti ke gjithë ministrat, ke kryetarin e grupit parlament. Ore, e diti që kjo protestë, opozita merret vetëm me protestën, qeveria vetëm me protestën. Tani do të bëj një situatë hipotetike. Në qoftë se në vitin po prit të mbaroj, se s'ma mbaron të jap përgjigje pyetjes tënde. Ti the ai është ashtu, le të vazhdojmë valla, nuk po i thot njeri, ai ka thënë njeri këtij që po s'më dhe përgjigje mua për kërkesat e mia brenda kaq ditësh, kaq muajsh. I ka thënë njeri? Po rregull pra jemi, dy parë janë rregull. Nuk negociojmë dhe thot ne jemi në shesh derisa të na plotësohen këto. Ore, a keni fuqi protestoni deri edhe për 2030? Ore, pyetja është, a ka fuqi kryeministri që ka vjedhur vendin më të varfër në Europë të rezistoj kaq gjatë? Po ka. Kjo është pyetja e vërtetë. Mos bëj pyetjen e popullit ti. Dgjoj. Pyetja e popullit është populli është zgjuar nga koma, ka dalë atje dhe ta them unë dhe me këngë valle sa për dini. Ishte ndalë të dhënat, madje kishte dalë dhe me suficit këtë 3 mujorin e parë. Të dhënat madhe. Kujt të zaloshjes? Jo, suficit buxhet më burr çfarë? Po pra rregull është ai kanë ekonomikë është rregull. Ai protestoni, ju vazhdoni. Ai është në rregull. Po. Ai atë suficitin, pse nuk ble harm po merr borxh në Amerikë? Po me këtu po, hajde diskutojmë. Po çfarë të diskutosh në momentin me mashtruesin? Ora me premisë të një kryeministri që tani vetëm mashtron çdo 24 orë do diskutosh me mua. Tani opinioni jot. Ora është delegitimuar moralisht. Nuk e rrezon dot opinioni jot ato Poli. Jo, unë kam timin, më po flas. Ai në qoftë se je i lirë ta kesh. Ora unë jam zë i rrallë në media. Dhe di, por jam një nga qindra mirat e atij në shesh. Dhe atyre le t'ju përgjigj. Unë e di shumë mirë. Tani do të bëj një pyetje tjetër, hipotetike. Se me sa shoh unë, të dyja palët do jenë në pozicionet e tyre. Po, do shkojmë 2027 në zgjedhjet lokale. Nëse PS-ja fiton prap Tiranë, a ka kuptim të protestohet? Kaq. Po ja, kjo është tani sepse nuk mund të jetë përjashtimore protesta. Ti e di se ky është gabimi i protestës. Protesta unë kam dëgjuar, do bëjmë zgjedhje sipas kushteve tona. Kush je ti dhe unë ti japi mend protestës, mo protesta. Po jo, ne analizojmë po me që pyeti ai po ti redi për ti e bën ore kontan italiane do oficial. Ka probleme tani. Qofse ti e bën analizën me kohën e ardhme dëshirore. Kjo është analiza. Po vetëm analizë nuk është. Vota e përcakton këtë. Sepse nëse ti e bën analizën dhe unë futem në stereotipin e analizës tënde, ti thua që në qoftë Edi Rama në 2027, unë të them, po në qoftë Edi Ramës deri në fund shtatorit i hapin çështje edhe i çojnë Belindën për arrestim prap në atë, i hapin çështje edhe për Vllajën, i hapin çështje edhe Sali Berishës për. Po, a do të flasim me kohën e ardhme? Po jo, pra unë këto që thua ti janë kështu, janë dëshira. Jo, ti po thosh dëshira. Unë do të them për një fakt konkret që janë zgjedhje lokale. Unë po them këtë,
që Spaku ka arritur në oborin ati o zotri, sepse 2 dosjet e fundit, Aruba, është obori ati, ti e di shumë mirë. Apo jo, sepse në Shqipëri, mbi 6 kate i firmos ai, edhe ti janë sekuestruar 20 kulla, një 5 resorte, edhe shumë të tjera që janë për atë do. Tani, dhe janë lekët e kokainës. Tani, këto lekët e kokainës, derisa kanë gjetur kaq lektësi për të bërë resorte dhe kulla, dhe që nga firmosur kaq lekt, dhe mos haro në Shtetet e Bashkuara që i ke shumë qef ti bashkë me Ramën, po bë projekt ligja ajo që u depozitua brenda 90 ditëve CIA, DEA, gjitha agjensitë të çojnë për rolin e shtetit shqiptar në 6 senator në trafikun ndërkombëtar që ka edhe demokrat dhe republikan. Është tjetër, ja kjo është koha e ardhme. Ti më thua mua, ai fiton në 2, po le të fitojë valla. Po ai fituar. Më erdhi ndërmend një déjà vu. Më duket se sigurisht ke thënë këtë fjalë para 2 vjetësh. Déjà vu më erdhi tani në moment. Ke parasysh déjà vu që duket déjà vu kam përsëritet në déjà vu në emisionin tënd kam thënë do arrestohet Arben Ahmeta, ju arrestua, do arrestohet Erion Belia, ju arrestua. Déjà vu. Po pra po. Po, ne po flasim për politikë këtu. Dhe unë po të them, meqense ti the protesta nuk të riqet, edhe Rama nuk të riqet, atëherë me këtë situatë. Jo, unë nuk e di që Rama nuk të riqet. Unë di që protesta nuk të riqet se janë brenda e kam parë. Publik qëndrimi, po të ishte për të rregjë, do ishte të rregjë, valla, shkojmë zgjedhje kaq, mjafton ai mohabet. Çka ka këtu? Dakord, por problemi shkon zgjedhje me qira fjalë. Problemi më duket, unë them këtë, binja ime, prandaj Rama me këtë kod më. Po me këtë kod nuk ka më protesta vazhdon më vëlla, le të bëjnë zgjedhje më 3 herë në muaj më. Ore, edhe kjo është çudia më e madhe. Protesta ka vetëm sukses nëse Rama nxjerr një ligj edhe thotë do kemi zgjedhje me kod të ri dhe me një kush që Edi Rama të mos të drejtojë Partitë Socialiste Fushata. Jo, se kanë. Po kjo po s'ka qenë kërkesat ti mo. Po kjo po lexojmë kërkesat, nuk është kjo te kërkesat. Dakord pra. Po pse manipulon? Po s'po manipuloj, po ju e keni përjashtuar Ramën nga skema. Jo, fare. Por edhe Rama dhe Berisha s'është përjashtuar. Jo, Rama dhe Berisha do jenë aty për të votuar kërkesat. Ky parlament do t'i votojë. 1. Jep dorëheqjen 12 muaj qeveri teknike, 2. Bëj kod zgjedhor, bëj ligj për partitë, bëj ligj për referendumet, bëj ligj për zonat e mbrojtura, futu në zgjedhje, kufizim mandati, 2 herë, ta rrezoj kollaj fare me këto kushte, me këto rregulla të reja, edhe fito prap. Ta rrezoj kollaj fare këtë? Po çfarë të më rrezosh? Po t'i japi Rama këtë precedent, ta lër këtë. S'është precedent. Precedent është ai mund të dalë nesër në opozitë dhe ti nxjerr me aq simpatizantë që ka PS-a, ti nxjerr 50.000 çdo ditë, çfarë do rrezojmë, do bëjmë. Po Rama e tentoi me protesta. Po ti rrezoj këto? Dëgjoj një sekond. Po, që duhet një kod i ri zgjedhor pa hile. Dakord jam unë. Po që duhet, kjo është vetëm me kërkesë racionale që kanë, asgjë tjetër. Po që duhen referendumet, ka ndonjë gjë tjetër. Po edhe kjo rregull. Kjo se prish fare demokracinë. Po që duhet anulluar ligji për zonat e mbrojtura që ka rezolut në Parlamentin Evropian. Kjo është teknike, e rregullon një tjetër. 2 mandate e bëri Hungaria, tani e ka Amerika. Kjo është tjetër gjë. Çfarë ka kjo? Dëgjoj. Çfarë janë këta që duan më shumë se 8 vjet? Jo, po ti thua ik ti dhe sill njerëzit që dua unë. Si është kjo? Kush do i thënë? Jo. Le të dalë një socialist po fituan zgjedhjen. Jo, po thua. Do Rama ora me vdiqje. Pyeti, jo më Rama se Rama e ka të lidhur me veten fatin. Pyetje, kush do ta zgjedhë qeverinë teknike? Jo do votoj, kush do i zgjedhë njerëzit? Më thuaj ti. Qeveria teknike siç janë zgjedhur dhe në çdo vend të botës. Kryeminist, kush ministri i brendshëm, kush me bekim. Kjo është arsye me bekim, a kthehemi te faktorin ndërkombëtar tani? Patjetër. Po ata dhe garancinë e protestës. Ore 12 emra të ndershëm gjenden dhe ju jepet bekimi. Çka ka këtu? Bëj një pyetje, sepse e kanë të përcaktuar çfarë do bëjnë në këtë 12 tjetër, Poli. Si më thuaj një. Edhe ti më mund të shkosh atje edhe protesta aty ti do vesh të bësh këto gjëra valla. Do racionale bisedë. Demokracinë nuk ka ndonjë gjë më. Thuaj cili faktor ndërkombëtar ka thënë një fjalë sot në 2 muaj kundër qeverisë ose ti ke thënë Ramos reflekto për atë që po ndodh. Më thuaj një që unë të besoj që ka një forcë madhore që do marrë përsipër që vendi nga Rama mos kaloj në kaos. Kjo është pyetja. Më thuaj një që i ka thënë ti je legjitim këtë 83 vjet. Ka arsye, po ndjek edhe 2 palë, po ndjek me qetësi. Bashkimi Evropian i hapi i mbylli 3 kapitujt para në protestë. Çka kapituj më? Po pse talleni me njerëz? Po 3 kapituj të mbyllur automatikisht. Po janë kapituj. Po nëse shkon kështu si po shkon, domethënë ideja është që si do
si do të imponohet protesta këtij sistemi, në çfarë formë? Në kuptimin me xhiro në bulevard. Akti se xhiro në bulevard Dakor. Si do të imponohet? Me xhiro, edhe me këngë me valle. Mos bindje civile, ku Po patjetër më. Patjetër tani juve ju duken shumë 58 ditë sot. Kur këta kanë 36 vjet që gënjejnë që ky popull i ka pritur të reflektojnë, të ndryshojnë. E kupton? 36 vjet i ka pritur, të dy palet në lojë të hapur. Tani kur vjen puna, këta nuk presin dot popullin 58 ditë. Ne s'pres kemi dot këta 58 ditë, ju duken shumë që rinë këta vërdall 58 ditë. Tani gjithë çështja është, këta vëlla janë shumë të një, me paqe, me këngë me valle, me të drejtën legjitime dhe të kushtetutës dhe të Zotit. Janë me të drejtën këta më vëlla. Dhe këta madje nuk e kanë ngritur pjacën sa që duhet ta ngrinte një protest për këtë lloj klase politike, që pjaca në çdo vend tjetër për këtë ashtu politike do ishte me hu. Me hu në parlament, me hu nëpër vilat e tyre. Por këta ju thonë, ndryshoni rregullat e lojës, paraqituni para drejtësisë nëse keni bërë gjë dhe na lini neve t'i zgjedhim njerëzit, të numërohet vota. Këta po kërkojnë atë që i jep sistemi demokratik. Kaq pak e kanë stekën këta mu. Ka gjë më normale se të kërkosh një kod zgjedhor pa hile. Ka gjë më normale se të kërkosh referendume. Ka gjë më normale se të thuash dëgjoj. Neve jemi djegur nga autokratësit brenda partive tjere dhe bëj një ligj për partit. Bëj dhe një ligj për mandatet, jo më shumë se 2 herë. Qa ka këtu më vëlla? E bëri Maxhari tani, shpejt e shpejt. Qa ka? E ka dhe vendet të tjera. Çfarë ka këtu? Ishte proces politik. Po jo, më thuaj mua çfarë. Maxhari e bëri pas erdhën pushtetit. Jo ka rëndësia jo. Po lari më. Merr fitos zgjedhje do duash. Mos e prano këtë, mo letërin ata. Ndryshon rregullat e lojës, jo me zare. Po ka rregull me këtu. Dakor me ty mo te ndryshim rregullat e lojës. Çfarë ka? Po o zotri, se di që kanë kërkuar këtë ata. O zotri. Ata i kanë thënë Ramos, duam të shohim në asnjë. Çike këto më. Po këto më e kemi po. Si kryeminist, po jo. Jep dorëshin më vës do të shohim. Bëjmë ndryshimet. Hajde bëjmë ndryshime dhe foto ti të do partia se ju keni reformuar frymën e protestës, dakord jam me juve. Unë nuk e kam parë këtë, unë kam parë thirrjet. Rama madje s'duhet të jetë fare në zgjedhje fare si individ. Kjo ka qenë fryma e protestës. Rama dhe Berisha, po flasim për Ramën se Berisha është zotri, në qoftë se demokratët dhe socialistët duan Berishën ta gëzojnë më vëlla. Po pra, tani por të futen tifusin partit në zgjedhje në rregulla loje, vlla. Po për rregull, ma dakord me ty. Në rregulla loje se i merr 7-8 deputetë janë mbi tavolinë. Po pra dakord, e kam përpara. Po çfarë do atë? PS-ja ka nga 74 ka 83. Po atëre çfarë do? Po bia këtu, dua racionalitet nga protesta. Protesta duhet kërkonte këtë gjë, 2 gjëra do të kërkonte. Po lari më mos jep direktiva për protestën. Po jo, se jam më racional se ty. Se nuk do kërkonte një kodin zgjedhor proporcional kombëtar me lista të hapura me 1%. Po jo më zgjedh qeveria teknike. Pra jo, nuk ka nevojë për qeveri teknike poli. Mos kalojmë në një këtë, se ka kërkuar tamam se shkon në jo, referendumin 1, 2, me zu bërë këto, zgjedhje me njerë parakoshme. Kaq, s'ka nevojë të humbasim 1 vit, 2 vite. Këto ishin 3 kërkesa që duhet bënde protesta. Jo, Denisi po thot, bëjmë të 2 edhe nëse Rama, apo nësi kërkot Ramës të bëj këto reforma, pa ndërheqje, vetë kalojmë zgjedhje. Çfarë do të thonë kjo? Edhe ai është sepse doni përgjigjen të dy. Jo, pyetja është ky ishte konstatimin, ti jep mendimin tënd se duash. Sepse ai është ka përmuar në 50 ditë duke ndajtur atje brenda në protest. Nuk i do Rama dhe Berisha protestës, që ti ta bëj kështu siç doni ju. Kaq e thjeshtë. Po ti kërkojnë duan ato 5 pika dhe pikë. Tani në qoftë se fiton kasta, le të fitojë më vëlla. Qoftë fiton protesta, le të fitojë. Nuk e kuptoni kaq të thjeshtë situatën? Po, poli edhe një herë, ti kërkoj një herë këto, pastaj ne nuk e dimë. Po nuk duam ti kërkojnë më vëlla. Por sepse ti do është pa legjitime sepse ti i thua nuk janë palë, nuk janë palë. Po si janë palë, kërkon që të votojnë në parlament. Kush do t'i votojë? Do t'i kërkojnë qeveria teknike. Pse? Po si se ashtu e duan, ashtu është rruga. Ashtu është rruga që të bëjnë që mos dërojnë këta. Prap. Ata ky është gabimi që faktori ndërkombëtar nuk po e mbështet të protestë. Ky është gabimi. Je sigurt që s'po e mbështet? Ja do ta shikoj. Sepse nuk ka asnjë zë, ne kishim atë ambasadorin e Bashkimit Evropian, nuk tha asnjë zë, sepse
Logjika E kritikoj. Logjika e kritikoj. një vendi si Shqipëria është evolucioni. Do evoluosh me ligjet që i ke gabim. Jam dakord, ligji zgjedhor është gabim. E themi hapur këtu, s'kemi Po kanë për lojra, mo kanë 36 vjet ligji që për e bëjnë keq e më referendumin keq. është gabim. Po i bëjnë keq e më keq, po nuk ka Do më të- besim, mo. O ju ka rënë legitimiteti moral, mo. Dakord, pastaj bie i muri me kokë pastaj. Bie i muri me kokë. Kush po i bie me kokë? Protesta, Unë po bie i muri shikoj me Edi kokë. Ramën që po i bie me kokë muri. Jo, unë nuk Ramën e shoh, E shikon mirë. U çoro ditë pa ato ditë e pa tani është rregull. Ai Fillon edhe tallet me besën e me gjërat sa natyrë. E shoh që e ka kaluar lumi thot populli. Okej. Kjo është ajo që protesta nuk di ta shfrytëzonte. Me që zure në gojë popullin, kësaj i thotë të mbash veten me gajret. E kupton? Dakor, doni ta bani veten me gajret. Ne jemi për të komentuar, nëse ai është në sekret komentojmë nesër. Unë po të them këtë, që dhe pa protestën, Ramës i kishte ardhur dita për të paraqitur në burg se do reqe po e po. Para protestës. Kjo është pastaj se të arrestojnë, të kërkojnë arrestimin. Në burg e numri 2 dhe ti ta pengosh, dëgjoj. Të të arrestojnë. Të arrestojnë. Të argument po. Të arrestojnë. Zvendos kryeministrin që ka lëvruar buxhetet më të mëdha gjatë 8 viteve të fundit. Të kërkojnë arrestimin e saj dhe ti ta pengosh në parlament dhe kishe kundra gjithë ndërkombëtarët dhe e bëre, duhet kishe edhe ndorëheqjen. Për incineratorët, për incineratorët duhet kishe edhe ndorëheqjen. Për Erion Velin, kryebashkiakun që ta kapën në zyrë, duhet kishe edhe ndorëheqjen. Për 40 kryebashkiak në burg dhe në jetim, duhet kishe edhe ndorëheqjen. Për deputet, për qyrben, për tjetrin, duhet kishe edhe ndorëheqjen. Për gjithë skandalet, do më thënë, duhet kishe edhe ndorëheqjen në qoftë se ishe njeri normale dhe jo i pakapur. Pa lindur protesta, pa ta kërkuar protesta, ta dha ndorëheqjen ty aty, doli një grup brenda partisë i tha o zotëri nuk po e çon mirë punën. Në Angli 8 milion vota kishte. Çka ka? Qa ka të japësh ndorëheqjen më zotëri? Kujton se jemi Anglia ne? Po jo, pse mos jemi si Anglia? Po si Anglia, mos po qa ka dhënë më ndorëheqjen? E ka dhënë Nanua. As shoqëria e ka dhënë Nanua, jo më jemi Shqipëria, ka dhënë Nanua që e di pse Nanua ja morën me atë tank. E di pse dha poli edhe një herë, se i mbajmë mend mirë ato. Po çfarë? Do filloni të tirni. Unë po them si parë që zotërisë ishte Ilir Meta që kishte gjysmën e grupit parlamentar. Po. Rama për meritën e tij, po për fatin e keq se ka betonizuar partinë, nuk ka grupe të brendshme. Jam edhe për këtë duhet Dhe Rama po të kishte grupe të brendshme, do ta kishte dhënë dhe ai, do ishte larguar dhe ai. Tani ne po flasim për faktet, pastaj për dëshirat tani diskutojmë. Do ta bëjmë emision dëshirash. Unë bindja ime është që Shqipëria nuk është një vend demokratik, s'ka rregulla loje fare këtu. Edhe po për çfarë po flasim atë? Po jo pra, po ne po flasim si është puna, si është aktualitet, jo si duhet të jetë. Real politika. Nuk mund të jesh bie me numrat, nëse bie numër parlamentit. A do kritik për Ramon ti? Nuk mund të jesh zotëri në krye të partisë pas zgjedhje. Ai s'ka bërë zgjedhje, ka qenë nga 2009 në partinë e vet. Por ky është tjetër element. Mbarove. Jo, s'ka mbaruar. Tani ose do bëjmë real politik ose do shprehim dëshirat. Ti thua të shkojë në real politika është kjo që ti nuk e pranon protestën si faktor. Që në këtë moment se pranon ai e di që burimi i skeqjes së tij është faktori ndërkombëtar, shumë i qartë për të ta thënë. Tani un po të them që protesta është jo vetëm faktor, por është një faktor më vëlla që nuk ka bërë vaki se me çfarë jehone ndërkombëtare dhe ti kujton për shkak të çiftit presidencial. E the vetë tani, iku tani, kalote një argument tjetër. Thash që filloi për atë dhe sot e kanë për korrupsionin. Të gjithë. Ai dëgjove dje Fred Zakarin dhe gjithë mediat e mëdha. Po, Farid Zakaria. Tani, nëse ka bërë një gjë të mirë Donald Trump në këtë botë, i ka hapur syt njerëzve se çfarë probleme ka dhe vetë perëndimi. Dhe ti e di shumë mirë betejën që ka ka më burr, kështu që ajo është pjesë e betejës politiko-mediatike. Tani ne duhet ta marrim të tillë. O zotri, por nuk ka vend jo në perëndim, po as në lindje që të ketë këtë qeveri kaq të korruptuar mo që i pëlqen të thua ti ai thotë si jam i korruptuar. Po thotë si të me dosjet. Po pra spago i ka marrë me medall. Tani dëgjoj një sekond. Se unë me ty debatoj kot më duket. Jo, s'u debatoj kot. Po e di pse debatoj kot, sepse ti ti o vlla je duke krijuar një realitet, domethënë si ata. E ke përshtypjen që poli sa muaj ke që ke këtë gjuhë. Dëgjoj. Sa muaj ke? Dëgjoj, kam gjithë jetën. S'ka ndryshuar asgjë. Pse s'ndryshon? Jo, është ndryshe Shqipëria. Cila? Po jo, s'ka ndryshuar pra asgjë. Po jo më vlla, se ka ndryshuar. S'ka shpresuar asnjë dëshirë. Jo, s'ka dëshirë. Unë kam dëshira të zhduken të korruptuarit nga Shqipëria, të çlirohet se i kanë hipur në qafë. Ne kemi të bashkë të dyja palët. Po pra, tani kjo historia
kjo historia që ashtu është si puna e atij që ose asaj që vetë kap bashkëshortin ose bashkëshorten, edhe ai thotë, nuk është ashtu siç duket. Ju thoni nuk është ashtu siç duket. Ju thash ato. Unë po të them që po duket, dhe fakti është brenda, sepse shiko reagimin ndërkombëtar, shiko reagimin e popullit shqiptar, të diasporës, jo vetëm të protestës, po si gjendje mendore. Dhe ti o vllap me dashje, pa dashje dhe 99% e medias shqiptare dhe gjithë jeni duke bërë rolin e ati do më thënë që këta neve na kanë mbajtur, e kanë mbajtur këtë popull për 36 vjet. Që dhe Berisha ka mbajtur vete në krye të PD-s dhe ky në krye të PS-s. Kush është? Është fataliteti, disfatizmi, që këta janë mirë, këta si qanë dot, këta nuk munden, këta nuk është shumë protesta, po zvoglohet, ja vajtën 58 ditë, qarë s'ben, s'kan ko, iku koa. Tani që gjitha këto nuk pinë në ujë, ta garantoj unë. Po dhe me ëndra nuk bëhet. Tani nuk ka njeri ëndra, po jo, nuk ka njeri ëndra, po t'jetë nevoja dhe një vit aty. Ka rënë Rama ta mbyllim të ditë, ka rënë Rama ka rënë. Okej, mirë. Ka rënë moralisht, po. Moralisht. Në qose do të mbajë. Moralisht, intereson fare si punë besës morali. Unë dhe mikërisht ai është kryeministër. Po pse kërkon, pse i futet moralit ai kur është në rregull? Edhe një herë ta thash. Atëherë pse kërkon besa ai ka ligje. Materiali besës nuk ka lidhje me protestën, sepse do ishte publik. Njerëzit e protestës nuk e din çfarë është e besa. Apo jo, bjem dakord me këtë. Si, nuk e din çfarë. Materiali që ka dorëzuar Rama, ta shpjegova, nuk ka lidhje me protestën fare. Nuk i ka shkuar protestës. Sepse nuk i ka shkuar protestës ai material. Jem dakord tu. Ore, po ju a ka dhënë të vetëve si të reflektojnë ndaj protestës, po jo, më jo. Po se peti aty çfarë thotë? Jo po administrata, jo po nëna e shokut tim, jo po rinte 2 orë, jo po rinte 3 orë. Po dakord, ato ishin retorikat e Ramës. Sepse do që ta nxjerrë sikur këta të gjithë kanë dalë për ndonjë gjë të vogël personale etj. Patjetër që edhe për gjëra personale. Por gjithë i bashkon një vektor. Game over. Juve nuk mashtroni dot. Prandaj kanë bashkuar paket edhe Berishën. Se është lojë e një kaste politike të tranzicionit dhe ka që ka kuptuar dhe Budallën dhe ti e ke kuptuar. Po jo por ti thua, por ti ndryshe nga mua, i ti je dakord me mua me gjithë real politikën, po ti thua që këta s'munden dot. Unë them, munden, e di pse munden. Se janë të korruptuar më vlla. Janë më të dobët. Jo, një sekondë. Dhe vetë, do të nxjerr policinë dhe ushtrinë. Jo, tash tjetër gjë. Ne për analizuar hapat derisa të shkojë aty ku thua ti. Përmende kur ka fituar Rama dhe ke përmendur disa herë, po ta citoj atë që ke përmendur, se mbaj mend. Kur ka fituar Rama zgjedhjet 2025, ke thënë me drejtë që mesazhi ishte Bashkuar të Amerikës ishte nga më të ftohtit ever. Nuk e uruan. Uruan popullin shqiptar. Ku duhet dalë? Po kush laku që të mbyllet? Po prit më ndërro. Sepse për demontarët, po prit. Dëgjoj, e di si më tha dikush që dëgjoj, e di si kishte thënë ambasadori gjerman, po të tregoj në konfidencë, po të tregoj emrin që kishte patur një bisedë për protestën. Po. I kishte thënë pavarësisht se kjo është konfidenciale, po të them vetëm kaq, që 58 diçi për ne, për juve është vërtet shumë, e kupton. Po për ne është një episod, është akoma një, e kupton, në kuptimin. Ata e masin kohën ne. Po, këtë po thot Deni, këtë po diskutojmë. Dakord. Edhe për gjermanët është një episod. Jo në atë kuptim, në kuptimin që është patjetër më vëlla që protesta nuk e heq dot kryeministrin protesta. Po këtë pra po diskutojmë. Po protesta krijon kontekstin, ndërkombëtarët tashmë ja kanë. Ja doli te fjala ime, që protesta se bën gjë. Po e përshpejton kohën, po merr masat Rama prapë. Protesta po i heq kohë atij, jo vetes. Ju merreni me kohën e protestës. Ti mendoje që Rama do kishte edhe mandat të 5, do ta ketë me. Ore Rama nuk po qeveris, po e shikon ti mo. Po edhe se shqetëson atë fakti që po qeveris. Nuk e shqetëson fare. Po pse? Ne po flasim po pse merret me protestën kur dhe nuk merret me qeverisjen? Shiko, unë po thoya tjetër gjë për sa i përket faktorit ndërkombëtar. Unë mendoj për shkak se ne jemi një shtet akoma i pa konsoliduar në aspektin demokratik dhe në aspektin e institucioneve, ne e kemi të pamundur të mbijetojmë pa mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Kur them ne, edhe një kryeministër kushdo qoftë ai, edhe Berisha, edhe Rama apo kushdo që të vi. Dhe e përmenda statusin e ambasadës amerikane për të thënë që në atë moment marrëdhëniet ishin të ftohta. Tani janë të forta. Dhe jo, dua të them këtë që në 2 muaj protest, nuk besoj se ata do kishin turp të lëshonin një
karamele për mediat. S'ka lëshuar fare. Vetëm një herë kur i thotë që ata nuk e shohin. Po është dhe ere parë që nuk thonë, dëgjoj. Është dhe ere parë që nuk thonë keni kujdes nga protesta. Vetëm një herë. Kam thënë. Një te protestat e fundit. Një. Te protesta e fundit. Një te e madhe e 4 korrikut për periferit. Dhe ajo është indirekt e mbrojtje. Po në Denis ta kanë kthyer në pikë kritike. Jo më kusht. Po e ke kusht, mo e ke në gjithë raportet e BE-s. Po e ke kusht valla. Dakor, po unë po them pikë, nuk po i them kusht, po pikë kritike në kuptimin që gjermanët nuk janë nga ata që duhen neglizhuar, se në Kroaci ishin gjermanët që shërbime gjermane që diktuan në arrestimin e mua unë se kam atë problem se unë s'jam kryeminist, aty problemi Ramës. Jemi të gjermanët. Dakor, Rama s'ka asnjë problem. Rama mund ta ketë problem me Gjermaninë, sepse edhe takimi me ku diun me Mersin mungon. Ai ka takuar me Macronin për shkak ka. Po mendoj zyrtar amerikan, ka. Po dakor, po tani po me Macronin që është taku vetëm brenda këtij viti është taku 3 herë. Ku? Në Elize, as flamujt si ishin kur vajti aty dhe vajti ju lut. Tani do vësh dyshim dhe këto tani marrëdhënie me Ramës me Elize. Po jo polici, tani është gazetari i vjetër tani. Ai marrëdhëniet me Macronin ka të shkëlqyera. Po edhe mjaftojnë. Jo, zot them që mjaftojnë. Po Macroni është pjesë e botës perëndimore apo sa një Macroni mund ta pranojë kurse Mersi se pranon. Pra, kjo është lojë shau, kjo që po bën Rama. Dhe unë ta solla që në fillim. Prandaj thash, në vend që të bëjmë retorikën e atyre që bëjnë që ky është më i ziu, këto s'kan asnjë vlerë, këto secili ka. Të bëj një pyetje më, është qeveria më e korruptuar në Europë? Si e mati këtë? Me Spakun, me ato që na kanë dhënë Spakun deri tani. Me gjithë zyrtarët, me kryebashkiakun, me zëvendës kryeministrin, me ministra, me çfarë të duash. Po patjetër, kështu po të gjitha qeveritë shqiptare të korruptuara kanë qenë. A jemi dy pyetje ke? Po. Dhe inversi është tjetër. Po. Po, çfarë problemi ka? A jemi populli më i varfër në Europë? Jo, s'mund ta them atë, si jemi populli më i varfër. Apo flet për Europën BE apo për gjithë Europën? Gjithë Europën, jo. Jo, s'mund ta, si jemi më të varfër se Maqedonci? Jo, më të varfër. Si jemi më të varfër se kosovarët? Nuk jemi. Më të varfër. Po tani shikoj rrogat të Kosovës. Po mirë, shikoj rrogat. Si jemi më të varfër se Malizi? Atëherë, kjo është çështje perceptive pastaj. Atëherë, të vjedhësh një nga, nuk po të them. Nuk po të them më. Të vjedhësh një nga vendet më të varfra në Europës dhe të duash prap. Po kjo është populizëm pastaj. Tani jo s'është populizëm. Je bërë gati për të hyrë në parlament duket. Jo, më jo fare. Sepse kjo është gjuhë gazetare. Jo, më s'është gjuhë të vërtetës. Po të vërtetën e dim të dy si është. Është kjo që po vidhemi. Ore zotri ka 36 vite që vidhet ky vot. Po dhe duhet vazhduar, dhe të vazhdoj. Problemi është marrë televizon këtë. Jo, më ju nuk e normale ti këtë. Ti ma normalizoj këtë. Jo, nuk ta normalizoj. Meqense jemi vjetër duhet të vazhdoj, mos ngrihet. Jo, një sekondë. Në politikë nuk bëj moral, dakor? Jo, mos është moral, po është moral i pastër. Ky është moral i pastër. Ku është moral më? Sepse ore të kapin, po vjen popullin më të varfër të Europës. Ky është moral. Ky është moral tani sepse jo, është moral. Jo, ka një çik gjë. Po se këtë thotë edhe Partia Demokratike për Ramën. Dëgjoj. Retorika politike. Jo, edhe po të ishin populli më i pasur në Europë, prap këta nuk duhet të qëndrojnë pushtet nëse vithin. Të shkojmë te analiza. analiza. Po e kanë fjalën te makabriteti këtyre. Po të shkojmë te legitimiteti. Do të këta e kanë legitimitetin sepse po të kishin bërë 2 punë të mira për Shqipërinë dhe mund ta pranoja disi retorikën e tij të thosha kanë bërë 2 punë të mira dhe hajde të flasin për legitimitete si thot ky, votash e ku diun. Por këta kanë vjedhur në mënyrë aq të babëzitur sa si mbron asnjë lloj legitimiteti më burr. As juridik, çiket e Spaku dhe moral jo. Tani ti çfarë pret? Jo, un pres të kthehem te analiza. Dhe analiza është kjo. Analiza është 3 janë skenaret që ti e përmend njërin nëpërmjet Spakut, ku Spaku me njëherë kishte kërkuar në fakt të shtyrën e afateve për Belinda Ballukun, apo bën një ndërhyrje tjetër që mund të jetë ndërhyrje që ta godas në zemër këtë mazhorancë, nëpërmjet çarjes grupit parlamentar, dhe këtu kemi faktorin ndërkombëtar që ndërhyn për të çarë grupin parlamentar, ku mund të jenë gjermanët, amerikanët, nuk e diun, dhe e treta është ai skenari që është i gjithë diskutueshëm për shtatorin, ku protesta të arrijë në nivele që të shkojë, t'ia dalë që ta pamundsoj këtë qeveri që të bëj qeverisin e këtij vendi. Pra këto tre janë opsionet ku jemi. Atëre,
ka vetëm një skenar dhe cilit nga këto skenar mendon se do të jetë më ka vetëm një skenar dhe është skenari i parë i lidhur me skenarin e fundit që the, që do të thotë bashkimi i faktorëve protesta në qendër si kontekst dhe si zgjim nga koma e njerëzve dhe duke futur gjithë klasën e korruptuar politike. Protesta është në zemra e kësaj. SPAK, zemra është protesta, SPAK dhe presioni ndërkombëtar i cili sa vjen dhe është shtuar underground se ky do me deklarata, po arritën të bëjnë deklarata amerikanët që ik. Pra ti ke informacion. Po patjetër po kam informacion sepse gazeta më e madhe gjermane, që është në letër akoma, Fazi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, thoshte për integrimin e Shqipërisë, që kishte një artikull dhe thoshte është nëse ka vend që ka më të vështirë integrimin, thoshte, në realitet, është Shqipëria, thoshte, dhe kjo është fiks për hir të korrupsionit. Dhe ne i kemi parë kur të vijë 23-24 kapitujt dhe fjalë të mira thuajnë vetëm për SPAK-un që ka goditur korrupsionin ai sa ka goditur. Pra, bllokimi i integrimit të tua mund të jetë një presion. Dhe thoshte sepse është një qeveri, jepte edhe një faktor tjetër të Francës, që nuk kanë llogaritur, thoshte, sepse Franca ka futur dhe unë në fakt aty e mësova te Fazi që Franca e ka hedhur punën e zgjerimit dhe këtë pak e bën këtu dhe Rama nuk e tregon këtë. Që puna e zgjerimit, kur të vi puna e zgjerimit do u hedh në referendum në Francë. Po patjetër, se ka çdo popull, çdo vend se ka patur as Franca. E vendos qeveria. Po pra e vendos qeveria. Unë di që domethënë tani Macroni ka disa Macroni e ka hequr prapanisën me një anë si qeveri dhe si president. Nuk ka qenë populli kurrë Denis. Ka qenë nivel ambasadorësh, ministrash. Po jo më është këshilli, më këshilli që jo ka qenë edhe në votim popullor. Po jo më s'është bërë asnjë referendum pro zgjerimit ose kundër zgjerimit. Tjetër gjë kjo, më thënë kjo tani ka shpallur referendum pro ose kundër Franca. Thoshte fat. Por kryesori thoshte apo kundër zgjerimit në përgjithësi, jo për Shqipërinë, jo për një vend caktuar. Po të ndaloj këtu BE-ja me kaq sa antar apo të vazhdoj zgjerimin, po zgjerimi për ne është valla për për ne Malizi kemi mbetur se Serbia s'kan për të hyrë atë. Tani për ne është edhe Maqedoninë, për tre shtetesh, tre vende, se Kosova është herët shumë. Tani për këtë por më kryesore thoshte është korrupsioni dhe thoshte Fazi. Burimet tona në Bruksel, diplomatike, diplomatët thoshte në Bruksel për Fazin, për qeverinë e Shqipërisë, thoshte dhe unë ja vura dhe titull, ti duhet ta kesh lexuar. E trajtojnë me përçmim. Për çështjen e domethënë, e kupton ti, e përçmojnë. Pra këto janë sinjale po thua Poli që faktori ndërkombëtar do vi duke rritur presionin. Po sepse është kthyer në barr për ata më burr, të mbrosh sot Edi Ramën, po ti je presidenti i Gjermanisë, ti je kryeministër i kujdo vendi të Bashkimit Evropian, është shumë e vështirë. Edhe Marta Kos që ka patur ata afeksionin e saj, vajti i tha na gënjeve, i tha se në 10 tona ke premtuar, ky është bërë një rezolut në Parlamentin Evropian, që pezulloi thot derisa ta shu dhe ky doli dhe tha jo, tha gjatë rrugës. Që është kthyer në kusht. Edhe ajo. Po kush është ai? Kushti integrimi, Denis. Presioni ndërkombëtar thot Poli sa vjen në vit, po gjithçka po thua. Kjo dhe po them, këto dyja me SPAK-un me zemër protestën është zgjidhja. Kaq. Kurse ajo tjetra që the ti pamundësimi i qeverisjes. Ato të tjerat, dëgjoj, janë filma të mbyllur ato brenda partive. A i kanë bërë, janë dikur, i kanë bërë dhe brenda PD-s, tërkombëtarët, dhe amerikanët e gjermanët. Ju është dhënë fjala, e tjerë, por nuk kanë çfarë dot sepse ne kemi politikan pa shtyllë kurrizor. E kam protesta të arrijë në nivelet e një mosbindje civile. Jo, protesta të arrijë në nivelet e një mosbindje civile. Kështu që ai varianti për t'i goditur nga brenda partive, prandaj ka rënë. Kurse kjo ngelet dhe protesta, tani kjo e fundit që është. Protesta do ketë një kombëtare, besoj nga data 13-14 që do bashkohet ashtu. Dhe këtu të ti ish i bindur që kombëtaret, ato 2-3 që janë bërë, do jenë gjithmonë aq të mëdha. Dhe janë gati njerëzit. Dhe mos harroni që kemi patur botërorin vape madhe, qershori vape pa precedent. Dhe njerëzit dhe vet nga protesta, dhe vet njerëzit në protesti thonë njëri tjetrit. Flasin njerëzit atje grupe dëgjon, nëse ke pronotuar ik me pushime, ço fëmijë, çlodhu, hajde ti se do ikim ne etj deri në shtator. Shtatori ta kesh të sigurt që do bashkohen studentët, sepse studentët u kapën me provime dhe u presionuan.
kur filloi protesta, ishin në sezone. Do kthehen studentët nga rrethet, janë rreth 20.000 studentë dhe mos më shumë me gjithë privatët, të cilët i ketë gjithë në protestë. Dhe do kesh më përfaqësues, akoma do kesh gjimnazet. Dhe ky po përpiqet, e kupton, që protesta mos e kap shtatorin dhe çfarë s'kan bërë me të infiltruar brenda. Çfarë s'bën Berisha që i ngret topin bashkë me mediat e Ramës, që gjoja u kap është kapur tani nga Berisha, sorrat e Berishës e tjerë. Sa më shumë e bëjnë këtë lojë, aq më shumë shtohet thirrja Rama në burg, Berisha në burg. Ajo është retorika e saj, po. Kështu që çdo gjë varet nga protesta. E di pse, po sepse protesta vetë nuk varet më nga vetja më burr. Nuk ka organizator, nuk ka kokë, nuk ka një grup që ta çojë me pushime ti thot. Ore, e di ti dëgjoj një sekond. Të tregoj një sekret nga protesta. Në datë 4 korrik, që ishte e madhe fare, grupi i cili menaxhon protestën, ra dakord, dhe është grupi i vogël, shkojnë 30-40, 20-30-40 që kanë dhe të drejtë vote për menaxhimin. Se edhe vetë ata thonë ne jemi një nga protesta dhe vërtet s'kan fuqi mbi protestë. Por thanë, me që jemi shumë njerëz sot, ta shmangim, e kupton se ishte e frikshme, të shmangim xhiron. Dhe kështu u vendos. Po dhe u sotën atyre dhe për qartë. Dhe u vendos. Jo, u bët xhiro. Nuk i pyeti protesta, e bëri xhiro marshimin e natës. Po, bën atë rreth për qartë, pastaj po, e bën këta se ta, gjë, u vendos. Pastaj doli, u vendos që do bëjmë vetëm rreth për qartë kryeministrisë. Dhe pastaj do ikim në shtëpi. Ke qenë? Po protesta e vazhdoi ritualin e përnatshëm. Dhe ju dha dhe një mesazh atyre, ju tha, ore. Po, kjo është e vërtetë. Kështu që këtë duhet ta kuptojnë dhe Edi Rama që sot kishte dhënë urdhër policëve të provokonin sa më shumë. E mori vesh protesta se dhe brenda policisë ka njerëz që duan protestën dhe i njoftojnë, është dhënë urdhër të provokohet, keni kujdes. Dhe u ruajt, provokuan, çfarë s'bën, kam qenë unë aty provokonin kot se as vezë nuk u hodhën sot, sepse vezët nuk janë për policinë. Tentuan që t'ju idesh, po janë për deputetët. Ka frikë do rritet çmimi vezë me këtë që po bën protestë. Po patjetër do rritet. Da çojmë vezën maksimum që të mos blej vezë njëri. Dgjoj, një djalë të ri si ty, si protesta dhe për ty proteston, dhe një gazetari me integritet si ty nuk e nderon cinizmin. Nga që nuk e nderon cinizmin. Situatën ti nuk futesh te oligarkët e medias. Dakord, po. Dhe është ta mbulsojmë çik bisedën se është biseda e fundit. Okej, dakord, jo. Do po thash. Po e mbulsoj në fund. Mërsoj me Flamingon që ka vënë ai që vodhi Flamingon. Protesta do na mbajnë neve me ç'duket, pa pushime. Denis, jemi ke 3 opsionet. Opsioni Spakut dhe Polita që unë jam generatori. Unë kisha dy Spakut, grupi parlamentar të PS-s, faktori ndërkombëtar. Unë kisha dy opsione, po një e hodhi poshtë Poli, me sa duket ka informacion, se kisha të informacion, po besoj bijem dakord tu që opsioni i gryrjes së PS-s nga brenda, se për PD-n PD-ja ka marrë fund. Sot që flasim është ka ndisur diku. Se të kanë ikur burimet nga pse? 15-17% ka PD-ja sot që flasim dhe nuk është më parti relevante që të përcaktoj fatet e vendit. Por unë kisha atë nuhatin time që me ato që shikoja vetëm zoja Spiropali dhe zoja Koçeku, që do të thotë nuk kishte arritur dot faktorin ndërkombëtar, ai që po këtu delte teza ime Redi që ka një faktor ndërkombëtar që po punon, por që në bindjen time nuk është faktori zyrtar amerikan, që në një farë mënyrë e ka mbështetur Ramën, nuk e dim do të shohim te tutja apo jo. Por iku kjo rruga tjetër është Spaku. Prandaj them protesta edhe me uljen e numrave nuk është si thosh goditje, nuk është ajo goditja kryesore për të rrezikuar rënien e qeverisë Rama. Pra, numrat në parlament, Spaku? Numrat në parlament, me ato që edhe po i besoj Polit në këtë rast, bie opsioni që të kishim gryrje, sepse mund të shkuputeshin 15 deputet dhe aty Rama ngritet duart lart. Nuk duhet kishte ndodhur në fillimet e protestës. Kjo ra. Godet Balluku çan PS-n. Fjala vjen, ha? Tani është ajo është tjetër, po jemi tek kombinimi. S'është bërë për integritet ajo, nëse bëhet pastaj për arsye klanesh brenda PD-s, ajo është tjetër gjë, mirë se le të vinë në një farë mënyrë. Ajo bëhet për të dhënë zgjidhje situatës, më se dhe kështu nuk mund të vazhdojë. Dëgjoj, është opsioni që tha Denisi dhe që tha shumë nuk duket se po fiton, është që të gjesh 10-15 deputet me integritet te PS-ja dhe te PD-ja dhe të ngrihen kundër leadershipëve të tyre, e kupton?
edhe të njësoj në një farë mënyrë me ato që kërkon protesta. Kjo është. Dhe në parlament të mbledhin dhe votat dhe të bëhet një mocion dhe të arëzojnë. Edhe qeverin dhe t'japin rrugë qeverisë teknike. Kjo do ishte një nga rrugë që nuk ka... Kjo është rruga e integritetit. Dhe ajo që ka dështuar që atje edhe po të ketë në një kokër, do më thënë e ka nullur kokër para Berishës dhe para Ramës. Nuk jam dakord me këtë çështje e integritetit, se kjo është rruga e imponimit, por vjen ai faktori në ambasadë, thotë hale këtu zotëri, siç u bë reforma në drejtësi. Tjetra shu i shkon direkt atyre të dyve. Jo, në reformën drejtësi nuk kishte njerëz me integritet aty që votuan. Tjetra është tek luftë që këtu është për mazhorancën, është që mund ta çoj për shembull, nëse ky nuk arrin dot ta mbrojë më në momentin që SPAK çon për herë të dytë atë, edhe ky jep urdhrin politik dhe thotë që nuk e këtë radhë nuk kemi nuk do ta mbrojmë për Ballukun, nuk ashtu, dhe Balluku nxjerr kthetrat kokën e saj, aty shikohet sa njerëz ka që thuhet që ka të paktën 13-14 dhe i kundërvihet aty brenda, dhe kjo është luftë brenda llojit, brenda të keqes kur i thon. E kupton? Por edhe kjo po të ndodh, është e mirë pritur sepse degradimi e ke përsysh, i ka këto gjëra. Unë mendoj këtë gjë. Por dua të sqaroj dhe një diçka se është interesante. Dëgjoj. Dua të sqaroj me qishim dhe pastaj ka radhë ai. Sot doli lajmi i SPAK-ut për shtyrjen 3 muaj me hetimin. Vura re dhe dua të sqaroj. Dua të sqaroj dhe njerëzit protestuesit përgjithsisht, të cilët në fakt kanë një pritshmëri të lartë ndaj SPAK-ut. Edhe ka dhe një farë nervozizmi, ka dhe një farë nervozizmi, me të drejtë, por të mos bien pre e të infiltruarve të Berishës, që kanë parullat sikur është Zari i Ramës, SPAK-u etj. Por dhe kjo, edhe kjo zgjatja sot u interpretua, e vura re u interpretua sikur po i jepet kohë Edi Ramës. Nuk është ashtu. Dhe s'ka të bëj fare me kjo me kërkesën për arrestim. Madje, gjithmonë kur shtyhen hetimet për një çështje, është tregues që i akuzuari, i hetuari po i shkojnë punët keqe më keq, sepse zakonisht hetimet shtyhen kur ka dalë gjëra akoma më të mëdha. Në rastin konkret, po dhe në shumë raste të zyrtarëve, sepse priten letër porosira për llogarira bankare, pasurira jashtë vendit etj, të cilat ta kompletojnë dosjen para se të, po, është zhytje gjithmonë, zgjatja e hetimeve është zhytje. Është gjithmonë zhytje, është thellim hetimesh. Kurse për çështjen e dërgimit në kuvent, unë besoj që në shtator, po edhe që në gush mund ta çojnë ata si akt, pavarësisht se mbyllet parlamenti. Për mendimin tim janë treguar të vonuar, ndoshta duan të bëjnë ndonjë goditje të madhe për zonjën Balluku, sepse përderisa ke fakte më shumë, se ç'ke patur në dhjetor kur çove 16 faqe dhe bravo tha rrezikon 16.000 faqe dhe tha rrezikon 30 ca vite burg, kur tani ke edhe më shumë i kapën dhe vilën, çike të çuditshme është mos dërgimi. Mos dërgimi. Dhe kjo është, por zgjatja e hetimeve që ta dinë të gjithë, zgjatja e hetimeve është për përkeqësim për zonjën Balluku dhe ndoshta edhe për zotin Rama që e ka njësuar veten me Ballukun. Mos harrojmë këtë, Rama e ka njësuar veten me Ballukun. Nëse u distancua nga Velia, u distancua nga Metaj dhe nga të gjithë, te Balluku tha ajo jam unë jam ajo. Denis, pra jemi tek i diskutuam për SPAK-un, diskutuam për grupin parlamentar. Po nëse Rama thot unë kam kontratën me 800.000 qytetarë dhe ju mund të vazhdoni të protestoni. Unë komentova atë, ajo është për tregu forcën se nuk është shumë etike, se ai është kryeministri i Shqipërisë, nuk është kryeministri i vetëm i 800.000 shqiptarëve. Por jemi në luftë nervash dhe Ramës i lejohet në këtë sens, sepse siç ai merr çdo lloj provokimi nga protesta dhe ai në një farë mënyrë do i përgjigjet. Pra jemi në betejën po unë si qytetar i zakonshëm dhe gazetar nuk e pranoj dot këtë deklaratë, sepse Rama nuk është vetëm kryeministri i 800.000 votuesve. Rama është kryeministri i gjithë Shqipërisë. Dhe kështu duhet parë. Ky është problemi që ne kemi, që kryeministri duhet të jetë kryetari i Këshillit të Ministrave. Duhet të ketë punën në zyrën e tij, duhet të ketë bashkëpunimi me ministrat, jo të jetë mbi ministra, se këtu ka humbur çdo gjë, çdo koncept. Për shembull, po të hysh në Kushtetutën e Shqipërisë, nuk thuhet as më, thuhet kryetari i Këshillit të Ministrave, është i barabartë me të gjithë ministrat. Po të gjithë, askush nuk ka dyshimin që Rama nuk është i barabartë me ta.
Siç po ndodh në parlament. E keni vënë re, Rama nuk është, duhet për shumë aty në parlament është zoti Peleshi është zoti i tempullit, sepse është përfaqësuesi. Nuk është zoti Peleshi më i fortë se një deputet i zakonshëm, po është përfaqësuesi. E njëjta gjë edhe me kryeministrin. Në hierarki Peleshi është numri 2, është presidenti, kryetari i kuvendit, pastaj vjen kryeministri. Poli duhet të them këtë gjë që kryetari i parlamentit po thua atë që duan të rrëzojmë kryetarokracitë. Siç është Berisha andej, pra kjo që i mbledh ata sa për t'ju thënë. Këto janë leksionet e demokracie, po ne të shkëputemi pak nga leksionet e demokracisë. Po s'është leksion, më është real politik, më që ka kapur partitë. Jo pra, nuk është real politik. Ne dim që kryeministri sot është i parë i vendit. Të shkojmë drejt te skenari. Nëse protesta. Unë mendoj këtë gjë. Kalon tek mosbindja civile. Unë mendoj këtë gjë që Ram i vetmi rrezik që mund t'i vi Ramos është vetëm faktori relevant ndërkombëtar, që është për mua Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të bëj një pyetje unë. Ta marroj pastaj bëj pyetje. Nëse faktori relevant ndërkombëtar. I gëveta, e ka thënë. Dëgjoj, kur e ka thënë Rama që unë i di do ikit bukur pse ç'a kujton ti. Do vi dita që i thot faktori ndërkombëtar ik zotri, ka ardhur koha. Tani s'ka ardhur kjo koha akoma. Ai thoshte pse mos rrim deri në 2050 para protestës. Tani dëgjojnë se kot. Ky faktori relevant ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si thua ti, në qoftë se e shikojnë protestën? Po e shohim protestën. Po. Domethënë, ata këtë kohën për t'ia thënë atij që boll më s'ka ardhur kjo kohë akoma. Prit, e kanë në varësi të protestës? Po mund ta kenë, mund mos ta kenë. Po prandaj po të thoshte ky, duke parë, prandaj ta bëri pyetjen kështu se ti ja na shkalon pyetjen, të thotë ky ta bëri pyetjen shumë të zgjuar. Në qoftë se në shtator protesta kalon në mosbindje civile që do të thotë bllokime rrugësh etj etj. Po mund t'i thonë. Dëgjoj sekond, se këtu me kaqet e po spërdritet dhe po përpolitet. Po. E di ç'do të thotë kjo? Do të thotë që të vetëm kartë, se kartë moraliteti etj edhe juridike s'kan këta. E di ç'do thotë kjo? 3 herë ma ke marr fjalën tani. E di ç'do thotë kjo, prit. Përgjigju pyetjes, jo mos ja drejt pyetjes. E para protestu. Dëgjoj. Kartën e sigurisë. E stabilitetit dhe të destabilitetit që tani për mua e ka, por sipas shtrimit të pyetjes së tij e ka Sheshi, nuk e ka më kryeministri dhe as Ali Berisha në opozitë. Ndërkombëtar. Tani ti si mendon? Të kujtohet ta mbylli Denisi. Të kujtohet veprimi i çmenduri i Partisë Demokratike që i la të gjitha, edhe të gjithë menduan tani u dorëzua Rama s'ka ç'a të bëj. Faktori ndërkombëtar tha nuk e çojmë kaos të vend. Do rish ti, edhe i vetëm do rish ti, edhe ashtu siç je. Dakor jemi? S'kish protestë atëre. Prit, kishte, po doja. Atëherë jemi në këto kushte. Unë binja ime është kjo, që faktori ndërkombëtar nuk do t'ja lërë zgjidhjen protestës, sepse nuk do të legjitimoj asnjë pushtet në botë nuk mund të legjitimoj protestën në rrugë. Politika do legjitimoj politikën. Në rast se situata do të vi keq, atëherë normalisht do të gjej një zgjidhje Ramos. Në rast se situata që unë mendoj që nuk do jetë më e madhe, ka arritur kulmin, nuk ka për të arritur më kulmin e katër korrikut, mendimi im siç the ti që do bëhet nami këtu, unë mendoj që katër korriku nuk arrihet më. Po. Atëherë dhe Rama na tregoi që është duke negociuar me faktorin ndërkombëtar për këtë situatë që po vjen. Normalisht ka dhe zgjidhje tjera, ata mund të thonë zoti Rama hape çikravën dhe zgjidhni tjetër në PS. Ka tjetër dhe vazhdon qeverisja deri në 2029. Se prandaj ka shumë variabla. S'mund të jetë një faktori relevant ndërkombëtar. Po pra, faktori relevant ndërkombëtar. Ka disa opsione. Dhe nga këto që shohim sot, unë nuk shoh. Është interesant kjo Denisi, që atyre nuk i intereson që t'i japin të drejtë. Po tjetër, po jashtë sistemit, po. Si do ta bëj atë? Me çka kam lexuar unë shkretin. Ashtu si ndodhi Sali Berishës. Që iku nga sistemi dhe s'mund t'i jepin drejt Berishës, apo jo? Po. Jam i saktë. Me çfarë kam lexuar unë? Po pra, lexoj tani sa duash, vazhdo. Dhe çfarë kam parë në real politikën e gjithë vendeve, duke përfshirë dhe aleatë ngushtë fare si Noriega apo ku diun Kaddafi i Francës apo dhe me perëndimin e tjerë. Gjithë puna është vëlla që po të doli populli në shesh dhe ti nuk e bind popullin dot dhe nuk e fut dot as në shtëpi popullin, dhe populli vazhdon të qëndrojë në shesh, nuk je ti më faktor që unë
E ke përsysh të vlerësoj ti më kthesh në Kosto, ju kthesh në Kosto. Po s'ka ardhe ajo ditë, ka dhe vit do ta diskutojmë. Bravo. S'ka ardhe ditë. Bravo. Ta i kthe po them unë, dhe prandaj protesta do ri aty. Nëse ky Denis, mos shkojmë te këshilli politik, se u bë këshilli politik në janar pastaj. I cili këshilli politik? Faktori ndërkombëtar ta njihte realitetin e Partisë Demokratike. Këshilli politik që në kohë, domethënë, prodhoi në 5 qershor atë dokumentin. I referohesh asaj që arrit ambasadë amerikane. Po çadra që ishte çereku edhe në atë kohë patjetër. Po çadra parlament ishin. Po çadra, unë kam thënë që një nga defektet e protestës është që nuk po del një grup organizator që të krijojë një parti, vdiqet për një grup, vdiqet. Po jo më ka për të thënë se nuk del dot me Redin, s'kam se të des as për grupin as. Shkoi këtu Poli. Po nuk del dot, nuk negocion protesta del, sepse aty ka lloj interesash, nuk ka si dalë. Protesta mo. Sepse protesta ka kërkesa. Nëse Rama jep dorëheqjen fjala vjen, nuk do dali grupi. Jo më bën qeveria teknike, çfarë? Vazhdon pika 2. Kjo do bëhet se do dali një pasi të vjer Rama, nëse jep dorëheqjen, normal do dali një grup me cilin do negociosh, se tash nuk kush do negocioj. Kush, Si do përzidhen ato? Ato i thash në fillim, po s'më ke ndjekur Edi. Do i mekanizëm. XY që do jetë kryeministër, kush do ta zgjedhë këtë? Kush do ta pikasë për të zgjedhur në mënyrën e dim në parlament, po kush do ta pikasë këtë? Vetëm partijak, nuk vetëm PDPS-ja nuk do zgjedhë. Po jam dua të bëhem unë, kush do më zgjedhë? Po më mirë të jap dorëheqjen se e nxjerrim, kush do më zgjedhë mua? Shikoj pra deri ka kërkesa që është pa kërkesë, domethënë pra kërkesa që është një pas dorëheqjes sot Poli. A pas dorëheqjes? Po sikur këta pas dorëheqjes shkojnë me pushime dhe mos ta marrin njëri për si ja bëjmë. Se ikën ta, mbarun punën e ikën. Do t'i gjej 12 intelektual me integritet SBA-ja. Do t'i gjej SBA-ja. Po, se është situatë jashtëzakonshme. Siç e morën Bashkinë Fino, nuk kemi në vitin 0 po. Kush e propozoi Bashkinë Fino? Bashkinë Fino. Bashkinë Fino ishte doli nga Partia Socialiste mo. Jo, po kush e gjeti? Ore, dy partitë e mëdha, kush e gjetën? Si kush? OSB, Odiri. Se diti, po zotri ishte formula mo zotri presidenti do ishte Berisha, kryeministri do ishte KPS-ja. I tha ore qeverisë së stabilitetit, nuk e zgjodhi PS-ja, jo zgjodhen ndërkombëtarët. Ore edhe një herë po qeverinë e stabilitetit. Se nga që ata kishin ndëtur shumë në Gjirokasë, po ishte kryetar. Poli edhe një herë po të them për qeverinë e stabilitetit. Formula ishte që e pranoi Berisha, ai do vazhdonte të ishte në krye të presidentit. Po është partijake kjo që kërkon protestë. Po kush pra? Atëherë ishte partijake. Shiko, edhe një herë prandaj them unë drama e këtij vendi është vetëm Partia Demokratike. Pse? Ta them, pavarësisht korrupsionit që ne e themi. Po kishte opozitë. Sepse unë jam dakord me 2008-ën. Por 2008 Poli kishte një premis që sistemi ishte bipartijak. Biem dakord për këtë? Që dështoj, sepse partia që duhet mbante peshën e Polit tjetër partijak ra për tokë. S'ka të bëjmë atë. Po ka të bëjmë, se po t'ishte, pse në vitin 2009 Berisha qeverisi në mënyrë shumë të vështirë? Jeni ka il që ti bëni... Ore, vleri teknikalitet. Në 2009-ën. Edhe me këtë kodë zgjedhor, edhe me atë kushtetut të 2008-ës, në qoftë Partia Demokratike do kishte një leadership që s'ka punë me spakun, që nuk ke çfarë ti thuash as për 97-ën, as për Gërdecë, as për Mosinianar, as për Vjedhje, as për gjë, e kishin pushtet sot edhe me atë kod, se do dilte ky popull do vinte të votonte atë lloj opozite. Por populli ka dalë tani pa kokë, pa gjë, sepse e ndjen veten të tradhtuar nga ajo lloj opozite. Dhe kaq e thjesht është, nuk e kuftoni këtë ju, doni patjetër të futeni në teknikalitet. Po kush e prishi atë opozitë? Kush e prishi? Po ky më bashkë me Ramën në 2008-ën, vajtëm ky më mburi dot. Po ti këtë po thua, po të fitonte Basha në 2021 me këtë kod, do ishim rregull atëherë? Po të fitonte 2021 ishte premtuar ndryshimi i kodit. Në fushat. Ajer do vinte pushtet me atë kod. Këtë po them. Do vinte më burr. Sepse PD-ja humbi peshën e saj të sistemit bipartijak. Po do vinte sot kemi. Ore ka ardhur dhe Rama. Sot ka rënë sistemi politik Poli. Kjo është analiza. Ka rënë sepse PD-ja është shkatruar. Po të ishte PD-ja fort, Rama nuk kishte kaq arrogant. Kush e shkatroi? E shkatroi Berisha. Kaq e thjesht është analiza. Jo. E shkatroi Rama duke marr peng Berishën.
Po, pra, po hallet e ti. Po patjetër, po me Gorigali kush e bëri? Se bëri Rama, kundra Bashës. Edhe PD-s. Protestën vajti deri në Amerikë, vajti korruptoi atë, kush e bëri? Edhe që atëre ka nisur se u trem në 2021-shin. Ke kishte frikën e 2021-shin dhe e nisi që në 2019-ën. Pas çadrës nisi me Gonigali. Shiko hapat e me Gonigalit. Për të kapur PD-n ose për ta shantazhuar. Fjali e fundit. Kur të shohim deklaratën e parë serioze të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do kemi mundësi të komentojmë nëse kur të vijë ambasadori amerikan, do kemi mundësi të komentojmë nëse Rama do ta çojë mandatin deri në fund apo do t'i ndërpritet në mes. Po të shikojmë dhe do ta presë në një zyrtar se u bë një vit më burr, se ka pritur një zyrtar i thjesht amerikan. Si jo, nuk mund të thuash tani që Rama është i papranueshëm nga faktorët ndërkombëtar tani, se po ai vjen vërdall Trumpit më burr se ai si e tha sy. Po mirë, Trumpit i erdhi vërdall dhe Mitsotakis, se pe Mitsotakisin aty. Që mezi po priset të jepë dorë. Po relativizim. Po jo, po pak është Greqia tani. Po pak është Greqia.